S'ka, ai që ka men nuk kanë kohë, nuk është normale që janë kohën. Urnoni, punoni, boni senat dhe u kryj puna. Punë ka sot sa dush në Kosovë. Biznesmen më të mëdhej që kanë pare, janë kosovarë që punojnë mrenda në Kosovë. Atje punojnë se s'kanë qare. Qare e dërmonë nuk kanë, kur shkon ai atje ai duhet me hangër. Gërbeti janë jëtë. Guri rëndë peshon vend vetë. Me derte? Sikret. Sikret, a? A ta aprish në kush, api aprishti? Ja, si aprish i kërkuj. A dhe konë kush të andreq mas shumë ti ty ditën? Ditën e, vullneti i mirë. Vullneti mirë. Po. Qëfar vullneti të rikon akiti? Kur shkon gjithë s'ka mbarë në shtetë. Dhe më thonë një i pajtimit të shtetit që më shkon barë mirë. Kuptohet? Pa ankesa. S'ka, ai që ka men nuk kanë kohët. Se kemi shumë ankesa për njerëz të kështët. Që thonë, disa gjëra i mungojnë. Ajo nuk është normale që janë kohën. Urnoni, punoni, boni senat dhe u kryj puna. Punë ka sot sa dush në Kosovë. Biznesmen më të mëdhej që kanë pare, janë kosovarë që punojnë mrenda në Kosovë. Pse pa ata ka? Se disa të ri që shkojnë atje ma shumë punojnë e këtu vendin tonë thonë nuk ja vlen. Që shë që do t'i? Që Kosovë thonë nuk ja vlen, nuk ka. Atje punojnë se s'kanë qare. Qare e dërmonë nuk kanë, kur shkon ai atje ai duhet me hangër. Atje si japin bukë si këtu. Këtu e mëse pas t'japin. Si e shë këtë largimi që dita ditës në Kosovë rinia janë të nashku kretë. Në kretë botën migrojnë njerës. Shko t'i këqyrë në Slovenije, në Gjermanije, nuk i kuadro se kretë kanë shu jo në Amerikë, jo në Angli, jo njerës se lypin jetën më të mirë. A s'ka jetë mirë në Kosovë si pas të e? Po ata rrehen, kujtojnë që janë e o mirë. Ja, nuk ka. Gërbeti jo e jëtë. Unë e kom jetu e jashtë. Sa jetu? Një 22 vite. Qëllë nga një konë? Në Ljubljana. Që shka që 22 vjetë për ty? Gurbet? Tjete. Gërbeti jo i randë. Qka pësoj gurbeti që të vjetë që ke atje? Gjithë shka. Me dasht atë dhejun, me dasht njerin tëndë. Në më thonë, gurbeti për ty s'ku hakon shumë, i preferum. Ka qenë, se unë e kom pas interesin atje. E kom kryer shkollën, e kom punue. Qështu? Fëmin, a i ki këtu ajo është? Këtu. Këtu i ki krejtë? Vetëm një vajzë e kom, ajo është profesoresh në Angli, në Londër. Në thonë, fëmini pas ke këtu? Po. Ratun, po? Au, qëshjo? Ma mjetë se nëzistë në Gjermani? Shumë. Shumë. Sa më të ma shumë? Guri rëndë peshon vend vetë. Qaj është. A kona e përësia që ti nështë i ki thonë që mos e mirë rrugën për gurbet, apo vetë ka ndoshtë? Jo, nuk i përzija mas kuj. Le ta këqysh zdo kush punën e vetë, edhe bohet. A duhet mja imponu një të riut për jetë nëse... Jo, asesi. Atje për shembull në perëndim, në shkollë, fëmijën në vitin e 9 shkollës fillore, e merë psikologu edhe administratori i shkollës edhe e pysin ku ka qef me shkue. Mi pa taja mosin pulsin ku ka aftësi edhe mandej i preferojnë jo t'je për qëtë drejtim adekuat, jo për qëta. Në mënë pedagogu edhe psikologu. Edhe ata i preferojnë, ne të preferojmë këtu me shku. Që shoshetë në raportin prind fëmi që pak kanë qef, s'po thami komandu, po pak mi uzu në bazë të prindit. Hiq s'pe hanë uzimin. Fëmijët e tashit. Edhe ta s'pe hanë uzimin për tua? Ja. Po, duhet me qenë psikolog, me marrë me të mirë, me jamat pulsin ati. Në cilën kahja më ka shkonë. Për ndryshe, mio përzi nuk shkonë. A është që ljeni fëmi që ta do me bo pa, do më thonë, pa ju përzini i prind ose pa ju imponu diçka? Jo, nuk bon. Ai duhet edhe sa do qoftë me i ndëgju këshillat e prindit. Po nuk i ndëgjoj këshillat e prindit, ai mundet me huq rrugën. Pra ato i kemi edhe shumë devijime që vinë nga gjeneratat e reja, që devijon shumë fëmi, shumë të ri.
devijojnë se ju ka mungu atyre kultura familjare. Se kur ti fëmijën e edukon, ai s'ka qare pa shku rrugës ate. Ai do të shkoj rrugës ka ja ke trasu ti. Kështu. A ki knaq, a beson? Të dhe më të mira vjetë, shumë knaqësi që takova. Edhe unë juve.